vërtetën, që nuk është kjo e vërteta. Kanë syt në ballë, jo, pra, syt në ballë është shikojeni sa karrige kishte, hapni se sa investime ka aty Bujtinash, dhe më thoni pak si uli 140 veta. Se e lisëm me reformat e shtetit dhe përfunduam të reforma e karrigeve. Të ndalemi të reformat e shtetit. Ma përdori zoti Nazarko si argument. Për reformat e shtetit, jo për reformat e karrigeve. Ju lutem. Sadomazohizmi është. Jo, po është, do të thuash që atyre u avuri tritolin ky, me një lavë goje. E përfunduat mos i marr kohën zotit Krasniqi, do të thosha që nga kjo protestë unë jam shumë i bindur që forca jonë politike do nxjerrë mësime të mëdha, edhe uroj që të jenë mësime që të kenë vlerë dhe të kenë peshë, në mënyrë që edhe ne nesër të jemi sigurisht më të përgjegjshëm, më transparent në gjithë çka do bëjmë, dhe sigurisht uroj që të jetë një mësim për gjithë klasën politike për ato gjërat cilat patjetër duhen bërë më mirë, siç është llogaridhënia pikë parë. Llogaridhënia duhet të jetë gjatë gjithë kohës, duhet të jetë pa ndalesë dhe duhet të jetë pa asnjë lloj filtri kur vjen puna te interesi që kanë qytetarët. Po si është e mundur zoti Mala që flitet akoma që duhet të ketë llogaridhënie, do të bëhet llogaridhënie ndërkohë që investohet aq shumë për llogaridhënie, ka postime pafund të deputetësh, ministrash që bëjnë. Andrea, por nuk është me postime kjo punë, patjetër që aty ku qytetarët kanë nevojë për më shumë qartësi për një projekt, për një investim, për gjithë çka që ata mendojnë që duhet të jenë më të qartë dhe që ne duhet të jemi më drejt për drejt me ta, aty duhet jemi më drejt për drejt me ta. Do me thënë qytetarët janë pa qartë dhe duhet i sqarojë qeveria që po bën gjithë këto punë mëdha dhe dihet e hyrë se si këta qytetarë nuk e kanë kuptuar të liderin e madh që po sakrifikon kaq shumë taksat e tyre për ta. Më vjen për qeshur, jo me ju, nuk e kam fare me ju. Nuk ka problem edhe me mua mund qeshur, me narrativën e qeverisë, se si u thot njerëzve pas 13 vitesh abuzime, që unë nuk jam treguar mjaftueshëm dhe ju madje bën mbledhje me drejtorët. Mani mend ato kur i mblidhte dhe i thoshte si ke dhënë tapin këtij, sikur ishte ky jo zogu, po perandor. Ky është koncepti monokratik. Shteti ndërtohet me ligje dhe instruksione. Duke i kërkuar ndjes zotit Krasniqi vetëm një batutë sepse mendova kur gjatë gjithë kohës që unë po mundohem të jap këndvështrimin tim, ju me të drejtën tuaj po mendoni që vetëm këndvështrimi juaj është i drejtë. Edhe Nietzsche ka thënë që forma më e rrezikshme e verbërisë është ajo kur mendon se realiteti apo këndvështrimi yt është e vetmja gjë që ekziston. Shoqëru kemi ju në hapni syt. Nuk është ashtu. Lum ne dhe populli për ju. Nuk është ashtu, sepse ju e dini shumë mirë që shumë gjëra janë bërë këtu zoti Hoxha. E dini shumë mirë që ne nuk e kemi marrë Shqipërinë sikur të ishte Shtetet e Bashkuara dhe e kemi çuar këtu ku është sot, po përkundrazi, ne kemi marrë Shqipërinë në një moment të tillë ku kishin nisur disa reforma, por ishim shumë larg atyre që kishim objektiv, të cilat kemi arritur sot dhe prap kemi ende shumë punë për të bërë. Por ama, të hedhësh poshtë çdo gjë është një narrativ që nuk do të prur gjikundi për kundazi ju kanë mbajtur në opozitë 4 larguat 1 milion shqiptar, 33 nga ky vend, duke rrëmbyer çdo mundësi shprese, duke zbrazur vendin dhe këtë. Zoti ju përfaqësoni një forcë politike që ka bërë shumë më keq në këtë vend. Patjetër, secili ka mendimin e vet, por në fund faktet flasin, shifrat flasin. Flasin dhe na gjykojnë ata që na shikojnë. Po mirë, dakord. Flasin pikërisht numra. Në kontekstin aktual edhe për ta parë pak si reflektimi, kush mund të jetë zgjidhjet hipotetike në lidhje me protestën? Mendoj që qasja e qeverisë deri tani është krejtësisht e gabuar. Domthonë fushata denigruese, akuzuese që jeni shërbim shteteve të tjera ishte një absurditet dhe ishte autogol për Shqipërinë. Sepse do jetë shumë e vështirë për t'ia shpjeguar brezave fëmijëve tan çka dashot kryeministri, kryetari i grupit parlamentar dhe ministrat kur kanë thënë që populli që është ngritur në Tiranë është i Iranit, i Greqisë, i Serbisë, i nxitur nga shtetet e tjera. Por në Shqipëri ne e dim ti kuptojmë se i njohim individët, edhe e dim çfarë formimi kanë për të kuptuar pse thonë ashtu. Por teknikisht ka dy zgjidhje teorike. Zgjidhja e parë teorike është që brenda shtatorit të bëjë një reformë. Çfarë reforme? Reformë në përfaqësim, në çastin publike dhe në agjendën e atë që quhet agjenda e ofertës ndaj qytetarëve. Një lloj rishikimi tërësisht kontratës munguar me qytetarët. Unë kuptoj që deri diku e para kush merr vesh nga politika e di që kjo gjë duhet ndodh. Dhe kjo është këshilla që ja kanë dhënë, por unë nuk mendoj që teknikisht unë nuk mendoj që PS-ja ka kapacitet edhe
deri diku dhe lloj, se kemi parasysh konsumit mëshëm i pushtetit i bën njerëzit pa zëvendësueshëm. Unë kur shoh për zyrbaret e byrosë politike të viteve 90, ata nuk e kuptonin se si një dikush sa 20 vjeçar mund t'i largonin nga byroja politike kur kishin 50 vjet aty. Ata mendonin që nuk mund të jetë reale kjo gjë, dhe edhe këtu ka shumë njerëz që nuk mendojnë që kjo gjë është reale. Si do të jetë kjo reformë? E dyta është, po tani nuk është detyra ime t'ja them pse unë kam në dokument të shkruar si ICP kemi bërë për partnerët ndërkombëtar që na kanë kërkuar. Mund të dinë ndonjë detaj? Por e dyta është zgjidhja shqiptare. Është që ka ndodhur në vitin 2002-2003, ka ndodhur në vitin 2011-2013 dhe rrezikon të ndodh prapë. Domethënë ideja shtyjmë pushtet derisa vinë zgjedhjet rradhës parlamentare. Dhe kjo do jetë katastrofike në aspektin e përfaqësimit politik, po edhe me kosto të mëdha për vendin. Mund të ketë një përfundim afatgjatë pozitiv, por është një lloj mësimi që japim shoqërisë që kot ngrihesh, sepse cikli i palëve edhe kur gabojnë konsumohet deri në fund. Kështu që kjo do jetë dilema dhe unë habitem që pse ai shmanget sa lloj përballje me realitetin. Sepse protesta, gabimi që bëjnë duke numëruar sot sa janë bulevard, unë mendoj madje që protesta e ka kryer misioneve në kushtet aktuale dhe do duhet kthehen në shtator kur vinë student, kur vinë të rinë të shkollave dhe kthehet te gjenerata re, sepse ata e nisën protestën me një lloj çasti krejt tjetër, me lloj përfaqësimi, me lloj strategjie, me lloj kalimi në terma konkret dhe me dialogu me qytetarët. Dhe kjo do ta kthente një forcë shumë të madhe, po themi të zërit saj përfaqësues. Nga ana tjetër, fatkeqësisht opozita humbi shansin për të reaguar, pati shansin për të reaguar për ta kuptuar mesazhin e protestës dhe për t'i ofruar minimalisht pa dhe një imazh publik ndryshe. E humbi shansin edhe për shkak se pafuqisë saj edhe për të kuptuar realitetin, nuk e ka kuptuar edhe kur ka pas pushtetin. Sepse politikanët nëse do kishin menduar ndryshe do ishin vetuar edhe në 97-a, do ishin vetuar edhe 2001 dhe 2011-a do ishin vetuar shumë gjëra. Por ti jemi realist që një parti të funksionojë dhe të mendojë, të ketë aftësi ndryshuese, duhet të jetë funksionale si parti politike. Dhe partitë aktuale, përfshirë sidomos partinë socialiste që është pushtet, është më shumë parti administrative se sa parti politike. Po pse? Po sepse ne matim ligjërimin politik dhe matim aktet e propozuara. Në fakt, asnjë prej tyre nuk vjen nga struktura partijake dhe nuk vjen konsult me shoqërinë. Gjithçka vjen nga hierarkia e lartë që përcillet poshtë dhe poshtë me detyrim për ta votuar lart. Dhe nuk kemi asnjë mbledhje deri tani ku thuhet do debatojmë për një gjë, miratohet një dokument dhe dokumenti kthehet në politika dhe shkon në parlament për të kthyer në politika dhe parlamenti thret qeverinë për llogaridhënie, ndodhe kundërta, qeveria e thret parlamentin për llogaridhënie. Dhe ky është rasti vetëm në Europën demokratike që ndodh. Po i marr përsëri lidh me agjendën që kanë pas 2 ditësh. Imagjinoni që do ndërtohet një parlament i ri. Teknikisht duhet një parlament në Shqipëri. Por në kohën e komunizmit ndodhte që kur ndodhte një projekt, paraqitej para byros, miratojmë byro, pastaj kalonte në edhe këtu thirret kryetari i parlamentit për ta prezantuar projektin den para partisë, pastaj do kalojmë në parlament për ta debatuar. Kur teknikisht kjo çështje e parlamentit lidhet me parlamentin, lidhet me qytetarët taksapagues, të cilët prioriteti i qytetarëve do ndërtojmë një godinë të re në parlamentit apo do ndërtojmë një godinë ku të ketë politikanë të një cilësie tjetër, jo nga këta që qytetarët mendojnë që nuk janë shumë përfaqësues. Dhe këto do ishin debate që duhet të ndodhin dhe nuk po ndodhin. Dhe elementi tjetër pastaj që është ku po shkon Shqipëria, sepse koncepti që procesi i Bashkimit Evropian është i mjaftueshëm për shkak gjeopolitikës është një retorik boshe, sepse gjeopolitika ndryshon çdo 5 minuta dhe në mënyrë automatike ne nuk mund të jemi në varësi të luftës në Ukrainë për të parë progresin e Shqipërisë. Ne duhet bëjmë detyrat e shtëpisë, detyrat e shtëpisë janë qarta. Pyetja është pse i vonon këto gjëra. Nëse ti prisje për ta thënë Brukselin konferencën shtypi që ky ligj nuk do të bërë kur ata kanë thënë rrugë zyrtare prej 2 vitesh, pyetja është pse ti nuk mëson nga kjo gjë të mos mash nisma të tilla ligjore dhe të njëjta ligjore, siç edhe po ndodh. Edhe reforma territoriale është gati çesharake. Ti po debato për një reformë territoriale, kur nuk pranon kush kanë qenë gjëra që kanë gabuar, dhe në rastin e Vlorës ti kupton që gjithë struktura e qeverisë vendore, bashki, këshill bashkiak, prefekt, drejtori rajonale, kadastër, gjithçka tjetër që lidhet me rregullimin e territorit dhe menaxhimin e territorit lokal, është jashtë loje, jashtë konsultimi dhe madje në rastin konkret askush prej tyre nuk pyetet, sepse është vendimarrje e Tiranës dhe vendimarrje personale, nominale individëve. Çfarë tregon ti që ti nuk kërkon një qeverisje lokale për drejtuar në mënyrë lokalisht, kërkon një qeverisje lokale që zbatoj politika qendrore, dhe ky është koncepti gabuar. Dhe debati për numrin e bashkive nuk është debat të reforme.
Njëra palë do më shumë, njëra më pak. Kjo është ndarje parash edhe buxheti. Pyetja është si mundesh ti ta rikthesh një lloj qeverisje funksionale për ndtimin e 3 dekadave tashme Shqipërisë. E premtove në 2015, rezultati dështuar. Dhe ti mëson nga dështimi për shkuar tek rezultati. Mażeranca pretendoi që s'është dështim. Po mendoj të dy palët kanë dështuar në strategjitë e tyre. Dështoi Mażeranca me atë që bëri një anshme, dhe sidomos pazarin e orëve të fundit, sepse pati një pazar në momentin e fundit. Ndonjë prej atyre tani është bërë deputati Mażerancës, po ka harruar që ka qenë propozuesi pazarit dhe ka qenë pjesë e Tavalinës. Dhe opozita dështoi që e refuzoi dhe konsideroi sukses me refuzimin dhe mori një kosto shumë të lartë se ngeli jashtë sistemit politik për shkak e fajeve të veta. Por një politik, prandaj është politik, për të reflektuar, kam gabuar dhe unë reflektoj duke mos përsërit njëjtat gabime, jo duke bërë gabimet e njëjta në mënyrë, po themi edhe më të qarta dhe më të thelluara, siç po ndodh aktualisht. E njëjta gjë edhe me reformën zgjedhore. Tani, kur tërë Shqipëria di kush është defekti i përfaqësimit, politikanët na thonë në Komision Reformës Zgjedhore që sistemi nuk do preket, përfaqësimi nuk do preket, po do rregullojmë ndonjë, po themi, detaj teknik të administratës publike. Kjo është një absurditet i madh. E dini ju që buxheti i shtetit që paguan për gjyqjet e humbura në administratën publike, në këtë lloj administrate që kontrollohet deri diku nga një parti politike, është shumë më i lartë se sa buxheti i kërkimit shkencor në Shqipëri, meqense miratum këtë paketën e BE-s e kaluam kapitullin për shkencën. Është qesharak. Si mundet ky vend me kaq shumë probleme të paguajë miliarda për gjyqjet të humbura dhe për çfarë? Për njëjtat vende ku ti ke heq njërin dhe ke marrë një partjak. Dhe gjykata i ka dhënë drejt dhe ti nuk e kthen. Dhe ky është paradoksi i madh. Unë njoh njerëz që kanë 12 vjet që marrin rrogat dhe qëndrojnë në shtëpi për shkak të këtij lloji sistemi. 12 vite. Po na vin pafund te ISP-ja, na dërgojnë pafund me email dhe gjëra që na dërgojnë për të. Duhet të ankohen ata zoti? Jo, 12 vite që paguhen kot. Jo, ke gabim. Ata ankohen sepse jeta e njeriu është jetë krijuese, jetë njeriu nuk jeton për një rrogë, jetë një rrogë për qenë profesionist dhe ata ankohen me idenë se si mundet mos zbatohet vendimi i gjykatës. Nuk ankohen për këtë gjë. Dhe kur ne adresojmë institucionet përkatëse, dhe institucionet e pranojnë, nuk refuzojnë këtë gjë, por thonë për shkak të titullarëve dhe për shkak pamundësive, për shkak strukturës, për shkak presionit, për shkak mungesës stabilitetit, jemi detyruar të operojmë në kushte emergjencë dhe vazhdo kushte emergjencë pafund. Dhe nëse ne zihemi për gjërat e mëdha ku kontrollon vilat këto kullat e Tiranës, po ne Shqipëria do ta kishte mbyll kapitullin për të ndërtuar një administratë me 16.000 veta që të jetë e qëndrueshme. Se polici punë e policit do bëj, taksidari punë e taksidarit do bëj, punojësit gjenie civile punë e gjenie civile do bëj dhe çdo regjim ka nevojë për ta. Sot ne kemi librin e 28-s që prezanton edhe numrin, edhe gjinin e çdo baktie në Shqipëri, në fshatin më të largët të Shqipërisë, dhe çdo metër katror, të çdo urë, çdo kanali e tjerë nga tek Kiselenica, nga ish sekretari i përgjithshëm në atë kohë i Këshillit të Ministrave, sot Shqipëria që flasim nuk ka inventar. Nuk ka inventar dhe kryeministri ka lësi batut, nuk ta gjem adresën thotë, dhe nuk gjenden ato adresat. Ke sot procese gjyqësore në Shqipëri që vazhdojnë dhe thonë në mënyrë publike që nuk gjenden adresa dhe ekzistojnë një formalitet jashtëzakonshëm. Këto janë gjërat e vogla që bëjnë shtetin, e bëjnë politikën, por kjo nuk ka shkuar ende te parlamenti. Nazarko? Se përmenda